Përshëndetje miq të televizionit Arbëria. Nuk kam nevojë me tregu se ku jemi, se besoj e dini e njihni fort mirë komunën e cila gjendet në Klinë, që ka pak a shumë një pamje që ta jep vajbin e një restorante. Po jo, sot kemi ardhur me i pyet qytetarët e Klinës, me qenë se zgjedhjet e 12 tetorit e dërgua në balotazh Zenon Neleza nga Partia e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Sokol Bashota nga Partia Demokratike e Kosovës. Do t'i pyesim qytetarët se kush po mendojnë se duhet ta fitoj Klinën. Veç ujt, kush dën dhe të çka dën ujt është, që 25 vjet me kon ta shkojmë bëjmë mbej. Konkurset hapen, qikat i kom me fakultet, me master, por nuk këtë mujnë. Na krejt që jena që 3 vite, as kanalizim, as ujt pishëm, as asfaltin. Unë atë njeri si ndër partitë në gjema shlikin. Kush po mendon që do të me fitu Klinën? Zenon Neleza. Pse do të me fitu Zenon? Se ka fitu 48 e Kosovës. Po prapë është në balotazh me Sokol Bashotën. Aty në tash për midal Sokolit duhet asnjë mos më mungu. I tana këtyre partive. Pa mungu në një është pa mos. Disa qytetarë të ankunë që nuk ka me votu prapë Zenonaj se nuk ka rregullu ujin edhe kanalizimin. Që 25 vjet uj baj pipeje. Edhe Asnjë se ka rregullu. E kanë pas që 15 vjet të tjerë. Po. Kur një për ujtë pije s'ka bo. E pse pra e meriton votën? Po e meriton që kanë votu. Edhe jo po thoni që do të me marrë, apo? Klinën. Unë në bazë që shka fitu me përsinjes që nuk në është të bo Po mendimi juaj, a kështë pas qaf me fitu prapë? Po mund të fitën cilët dënë. Qka ka problem Klina? Me dytë e kom mirë. Me dytë e ki Po mirë? nuk e kom më hanë vëlla iu. Nuk e lu në rol të këte nëse dikush fiton, dikush jo. Okej. Qka duhet me pas parasysh kryetar javshëm i Klinës në Klinë? Ujt është mas mirë qaj kryetar që të rregullon që ta ujë për me pi o fjallë, se ujë kështu kemë bëllë, po nuk vynë veç për që të pasëm ju i njërë. E sa i përket rrugëve, na përkatune, Pa laj rrymës? rrugë kanë bon si kun një katon, një rrugë, as rrugit në kështë se sështë të shtrume. Apo? Vetëm ujnë ta ketë Vetëm parasysh? ujtë, veç ujtë, kush dënë dhe të çka dënë ujtë është, që 25 vjet me kon ta shkojmë bëjmë mbej. Kush po mendoni që duhet me fitu Klinën? A Sokol Bashota, a Zenonaj? Vallahi qaj se meriton dhe ta fiton. Çka duhet me pas parasysh nëse e fiton Klinën? Parasysha gjithë shka, valla, rrugë, ujt pishëm, gjithë shka. E për këto 8 vite, a nuk ka mujtë kryetari kalu me i rregullu? Jena orë gjithë ju këna thoi, jo, i krymë kërkon. Na krejt që jena që 3 vite, as kanalizim, as ujt pishëm, as asfaltin. Do me thonë, kryetari arshëm duhet mi pas parasysh të kërkesa. Po, valla që të nëse i kryri inshallah dhe fiton. Po. Nëse se krymë valla hesh as mis fiton. Po sa i përket punësimit grave në Klinë si qëndron? Valla jo në për veti rejnë kam punë, ama në joj. Edhe për punë valla e veç konkurset hapen, qikat i kom me fakultet, me master, por nuk këtë mujnë. Nuk punojnë profesionet Jo, valla veta? profesionet veta jo. E qësh ju ban mundi kjo si nanë që i keni eduku, i keni shkollu? Nuk ju banë valla shumë keq. Qësh i kena eduku, që i kena rritë për para, me rroga shumë vogla, qësh kena mujtë. Ama tashti valla i veç shkojmë konkursin e qesin, nuk ka, është në zonë veç e qesin konkursin për sy e faqe. Për sy e faqe. Qësh mundi janë vajzat apo dëshpërojnë kur po e shojnë? dëshpërojnë normal. Na jena me PTK-n, po ata s'ka hupë Sokol Bashota, se më shme bonë, se na jena me PTK-n, më Skënderajt jam. Me Skënderajt, ja? E jetoni në Klinë, a? Po jetojmë në Klinë. Po atje në konë dhe të më vëtu, se në atje i në halja me Skënderajt. Po, e pse po mendon që Pse kena mëndu na jem gjithë me PTK-n, për që formu partia PTK, se në me të jena. me PTK-n? Nuk e ndraj heq. Unë atë njeri si ndër partitë në gjema shlikin. E apet po mendoni që ka me fitu prap? Unë hupe fitoj në PTK së shvina. Pse? Po që është të kena të bindu, unë jem qasi tipi që nuk e ndrojnë partinë. Unë për vitë, si familjarizm mirë nuk e ndrojnë. E pse nuk e ndroni? A është mirë na herë me pas ndryshime? Po, ndryshime, kona nuk e ndrojnë. Jem qasi gjithë nuk jetë plashëm. Po e zonjë që punon keq Dhe PTK? me thonë edhe në të zonë. Unë e gjinin mas të qitin ata njërë, partitë nuk e reja si pas vëtë ndryshëm. Pse? Ato e rej ma shumë ti. Pse u rrime? Se është kundër kërëve luftës. Për që ta. Cilën deklarat po e mendoni që është? Unë për gjithë shkarë.
Për s'ka mas por për këtë që këtë hong ai asnjë fjalë nuk e flet hiç. A ke pas nuk me fut për gazetorëve? Për sa edhe gazetorët ka pasur rën ik për çita. Ato se lider partisë nuk e duan. Tjerë partit tëna për mua këtë. E prej PD-s s'kam po e adhuroni më shumë. Unë na jena me unë se ndrojt edhe me Samir Shtofin. Edhe Po shpo mendoni që duhet me fitu Klinën? Zënën e Lezaj. Pse? Pse është më i miri. Pse o ma i mire? A Është e vërtet që po thonë shokët të se ki Ma të kushele? tojnë çka dojnë, edhe shokët e mi në ka dojnë me mu, se Zënën e Lezaj është profesor, doktor, edhe u kry muhabetin. Edhe ka pagu me punë. E veç edhe një pyetje ka. Unë, hajtë edhe ty Pas ndash. qytetarëve, unë ankun shumë që s'ka ujtë pishem edhe kanalizim. Një maratos ato janë ujtë e pishëm u bojë, krejt tanë në regull janë, u kry muhabeti. U kry muhabet, ja? U kry muhabet.